Besa është gazetare dhe ka vendosur ta marrë një kredi për të blerë një kompjuter. Ajo ka vendosur të marrë një kartel krediti për të paguar kompjuterin. Besa shkon në degën e bankës dhe pasi fillon ta lexon kontratën, ajo e kupton që ka shumë terme financiare për cilat nuk ka dëgjuar ndonjëherë. Së pari ajo pyet për limitin e karteles së kredisë. Limiti është shuma maksimale cilën ajo mund ta shfrytëzon përmes kësaj kartele. Pastaj pyet se sa është pagesa për lëshimin dhe mirëmbajtjen e karteles. Asaj intereson se çka është kësti mujor. Kësti mujor është pagesa minimale mujore të cilën Besa duhet ta paguajë në datën e specifikuar në kontratë. Nëse ajo nuk e paguan shumën totale të këstit mujor, asaj do t'i ngarkohet pagesa e shkallës efektive të kamatës. Shkalla efektive e kamatës llogaritet në baza ditore, mujore apo vjetore. Po ashtu, Besa e kupton se nëse nuk i përmbahet kushteve të kontratës, ajo do të paguan pagesa për ndëshkim. Në fund, Besa nënshkruan kontratën, e vetëdijshme për gjitha obligimet ndaj bankës. Prandaj, kur dëshironi të merrni njërin nga produktet bankare, jeni proaktiv dhe bëni pyetje. Lexojeni mirë para se të nënshkruani kontratën. Llogaritni para se të huazoni. Kontrolloni shpenzimet.